Ju turi, çfarë mendimi keni? Ajo që desha të thosh janë është që ne si shok ose si vëllezër, përpiqemi të krijojmë një model fëmie që e bën shoqërinë të mirë. Ne përpiqemi rregullisht, domethënë, po thosë çdo ditë, po e premtja është si ditë që është e kemi zyrtarizuar si ditë që bëjmë xhumat të mirësia me njerëzit. Edhe shikojmë që njerëzit nga dita në ditë, domethënë ose nga xhuma janë xhuma, e përqafojnë si lëvizje ose si iniciativë dhe u pëlqen kur e shikojnë të tyre, domethënë se njerëz barin të kuptojnë që kanë edhe një zemër ose një shpirt për të pasuruar, nuk kanë vetëm bark ose trup për të veshur, po kanë edhe një shpirt për të pasuruar. Dhe më ka pëlqyer dhe më ka emocionuar pa mas kur shikoj që nga dita në ditë poshtojnë goxha njerëz që kanë qejf ta pasurojnë zemrën e vet duke bërë punë të mira. Ama që krat për çfarë? Po ti je figurë. Atë që je vësie. Po ti je figurë. Nemi nga qojtë e gjamisë në të bërë. Në Ramazani, të bërë si, shërbëm sa të kemi Zotë ju rrë, edhe një mosë. Edhe mos arroni Zotë la. Se njëzë që besojnë Zotë e njëzë më të mirë. Një. Në pashë. Që ka të për një sa se për shpërbim që kam atë që ka të Po, transmetohet nga Abdullah ibn Selami, Zoti qoftë i kënaqur me ta, dhe ka qenë ka qenë hijreti pejgamberit alayhis salam, shpërngulja nga Mekka për Medinë, dhe fjala e parë që Abdullah ibn Selami ka dëgjuar nga profeti Muhammed alayhis salam ka qenë këto: Ja ejuhan nas, afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil lejli wa nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam. Që do të thotë në shqip: O ju njerëz, shpërndani paqen me njëri tjetrin, shpërndani selamin, shpërndani paqen me njëri tjetrin. Një. Pra shpërndani paqen me njëri tjetrin. Ushqeni fukarenjët me ushqim. Wa at'imu ta'am, ushqeni me ushqim. Wa sallu bil lejli wa nasu niyam, dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë. Tadkhulu al jannata bi salam. Do të futesh në xhenet me selam, me paqe. شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب Ramadan, welcome home.